Cilat janë gabimet nështë që i bojnë njerëzit mas shumë ti kur dalin s'kenë me që keni edhe shumë trajnime për të folurit në publik, profesionist shumë të mirë, po që e kanë sfid mi komuniku mendimet e tyne. Po frika është kryesorja, na ke dina me fol. Kur t'jena me shëshnime, njerës që i beson që i është lirë, që ti interesant, fol ma shlirë, po frika që po gjyku është për i publikut, edhe është reale, se ti gjyku është për i tyne, ki me dalë me u gjyku. Qatë frikë, në vend se për shembull me qujtë frikë, vetëm i transformim që mundet me bo njeri, me mujt me nru fjallën me frikë edhe me qujtë më ka kap entuziazmi. Vend frikës, se trunit kërë thu kom frikë, po tutna, ti për me jetu e kriju një ndjenë negative është tuta. E men që me thonë, po tutna thuj kuku, jom shumë entuziast, jom dyshysh, jom dhejës, jom entuziast. Edhe në transformohet trunin tënë që ti je entuziast, edhe po del me vole. Po qëfar të fjallë e termi tjetër që është pozitiv, që të vyjnë ty vesh me transformu. Edhe që ajo është kogja një fillim i mirë kur del në skenë. Mas ne ka teknika, e qysh mënyra, intonacione, e qysh flet. Po i kom po njerë që me dy sesione, me një sesion, jënë transformu edhe kanë ardhë mas nejtë e onë, kuku, osë që kësha je, ko që shumë shlirua im knaqë, se kërkush nuk në mëson që me dalë me full skenë, s'ka, në aktrim, veç aktorët e mësojnë, artista që dalin skenë, muzicient, ata të mësojnë qysh me këndu, po është prezentim skenik, po është shumë e rrallë kjo sim, nuk kena shkolla për të rritun.